Në një rrëfim edhe në një bisedë që kam zhvilluar në një vendbanim që është më në afërsitë Gazës, në kibuc. Kibuci është një vendbanim pak më i strukturuar, më i organizuar në formën e hebraike, ku kujdesen për njëri tjetrin dhe ashtu ka kësi vendbanime shumë. Lagje më të mbyllura ku funksionojnë, më thoshin që deri zvoni kam patur një komunikim shumë të mirë me pjesën muslimane që vinë nga Gaza dhe që kanë ndihmuar njëri tjetrin dhe që në një moment kishte ndodhur ky shpërthim i jashtëzakonshëm, edhe ky sulm që kishte sjell vdekje, kishte sjell viktima tek fëmijët, tek gratë, tek më të moshuarit, edhe që kishte sjell një tmerr të vërtet në këtë po e quaj kështu bashkëjetesë të ndaluar të një situate që me të vërtet është shumë e dhimbshme. Edhe është trishtim i jashtëzakonshëm, që me të vërtet sjell një situatë dramatike që po shpresoj që të gjej zgjidhje dhe krahas kësaj natyrisht dua të